Po, lejohet kritika ndaj fesë, lejohet kritika ndaj dogmave fetare, lejohet kritika ndaj diskursit fetar. Dhe kur kthehet pra në shkelje? Ajo është në rast se kritika kalohet dhe kthehet në thirrje. Për urrëtie, për vrasje, për dhunë. Ndaj ose forme kanosis. Po, për shembull, atëherë kemi vepër penale. Për shembull, për mja ilustru që me kuptuar qytetarët. Për shembull, nëse thu që një filan minoriteti, kanë bo këta, meritojnë krejt mi vra, meritojnë krejt që na i kanë bo neve mi a bo, atër kjo është thirrje për dhunë. Elemente veprës penale. Por në rast se ne e kritikojmë qasin e tyre, për shembull thojmë që katolicizmi ka deviju nga doktrina e saj historike sepse sot e pranon LGBT brenda vetës, ajo kritik. Ose islami, mendimi islam bashkëkor është në krizë të mendimit për shkak krize, për shkak të sfidave të mëdha globale, sfidave të mëdha të cilat i ka brenda vetë shoqënisë saj dhe është e përqarë, është e dobë dhe nuk arrin që të mobilizoj forcat e duhura për të bërë mbrojtjen edhe të vetë elementit saj ose vëllezërve të saj nga Gaza, edhe kjo kritik. Pra, kritika është kur kemi një diskurs objektiv, një ligjërim objektiv për një çështje objektive, po pa e subjektivizu në një veprim aktiv që del prej saj. Për shembull, nëse është kritika ndaj vendit, nëse thonë do me gju bomba një shteti arab, apo Emirate, ose për shembull, një shteti me gju bomba sepse meriton për shkak që është pasive ndaj Gazës, kjo është thirrje. Apo kupton? Po në rast se ki qëndrim kritik ndaj vendeve të caktuara, atëherë ajo nuk është thirrje, është kritik, është liri e shprehjes, është liri e mendimit politik, sociologjik, kulturor, historik, cilën njerëzit intelektualët ata cilët kanë formim ose ide mund ta shprehin.